të ndalë raportin duke mos tentuar që të ndaloj çnjohjet ose njohjet për Republikën e Kosovës dhe ajo vazhdoi me avazën e vjetër duke kontaktu shtete për çnjohje të Republikës së Kosovës. Pra, Serbia në asnjë formë nuk vazhdon që ti zbatoj marrëveshjet me Republikën e Kosovës. Përkundër Kosova, zakonisht të gjitha marrëveshjet të cilat janë nënshkruajtur me Serbinë i kemi vënë zbatim. Them përsëri, është e vetmja asociacioni e cila nuk është zbatu për shkak të politikave të brendshme dhe për shkak një kundërshtie të madhe që ishte edhe shoqërore, pastaj erdhi edhe si institucionale nga gjykata kushtetuese. E qartë, mirë, zoti Dili, ndërkaq kalojmë tek Serbia, ku ka paralajmëruar hapjen e fabrikës së parë të madhe të dronëve, përfshirë këtu edhe dronët kamikaz. Dhe këtu lënë pyetja se tashmë apo hyn Ballkani ndoshta një garë të rearmatimi që rrezikon drejt për drejt sigurinë rajonale mbas këtij veprimi të Serbisë? Garë armatimin kishte, po mes shteteve të tjera, po mendoj Kroacia, Slovenia, Serbia, këto shtetet pak më të fuqishme e kishin një garë të heshtur me njëra tjetrës, por duke parë që Kosova ka fillu të armatoset me disa lloj dronësh, pastaj fabrika municionit të cilat do të hapet në verën e këtij viti në Kosovë, Serbia dëshiron ta vë këtë me një kundërpërgjigje duke tregu që edhe ne mund të marrim këto lloj veprimesh. Këto janë politika të vjetra të Serbisë, me të cilat tenton zakonisht ta mbaj edhe Ballkanin, po edhe bashkësinë ndërkombëtare nën presion, se gjoja se ata janë të gatshëm çdo herë të përshkallëzojnë situata. Unë nuk besoj që në vitin 2026 me një superfuqi siç është Amerika, me teknologjinë e cila ka arrit në kulmin e saj, Serbia të mund edhe të tentoj të bëj diçka më shumë se sa kaq. Por kim që të bëjmë, këta janë fëmijët tonë verior, kjo është mentaliteti i tyre edhe shoqëror edhe politik, prandaj ne duhet të jemi gjithmonë të kujdesshëm dhe mos t'i prishim raportet me aleatët tanë ndërkombëtar. Por nga ana tjetër, zoti Dili, presidenti serb Aleksandar Vučić ka pranuar publikisht se Serbia tashmë ka një arsenal të madh dronësh pa pilot. Kujt t'ia dërgon Serbia këto mesazhe me këtë demonstrim force ndoshta po i shuaj unë? Mund të jetë kjo ndaj mesazh ndaj rajonit apo perëndimin nga ana tjetër? Të dyjave bashkë, thashë më parë, Serbia po tenton në një formë që të informoj qofshin bashkësinë ndërkombëtare, qoftë Ballkanin, shtetet në Ballkan, që shikoni fuqinë tonë ushtarake, nuk dëshirojnë ose mos tentoni të bëni diçka në raport me ne, sepse ne jemi shumë të fuqishëm se jo. Pra janë disa mesazhe të koduara të Serbisë, të cilat tentojnë në farë forme të vendosin frikë në raport me shtetet edhe qofshin ato ndërkombëtare, po edhe të rajonit. Mirë, po e thashmë edhe më parë, kjo është një politikë shoviniste e vjetër serbe, një politikë e cila sot në vitin 2026 nuk zë vend dhe nuk pi ujë, kështu që sot të gjitha shtetet e kanë fuqinë e tyre ushtarake, po besoj edhe ekonomike në këtë rast nuk besoj që do të ketë ndonjëherë edhe përshkallëzim situatës. E kishim një marrëveshje të nënshkruar nga zoti Trump, i cili me tekst veçantë pranoi që nuk do të ketë ndryshim kufish në Ballkan, posaçërisht një nen të posaçëm për Republikën e Kosovës. Pra këto janë dëshmi të qarta që Serbia mund të armatoset me çka të dojë dhe si të dojë, por që Kosova do të jetë e paprekshme. E qartë. Zoti Dili, nga ana tjetër, Serbia po investon rënd në gjithë teknologjinë ushtarake, ndërsa dialogu me Kosovën, ashtu si e dim, është tashmë i bllokuar. Apo e zëvendëson ndoshta Beogradi dialogun politik me presione ushtarake dhe teknologjike nga ana tjetër? Për sa i përket dialogut, Serbia ka probleme të brendshme dhe zoti Vučić e di tash më shumë mirë që dialogu i cili do të rifilloj, kur do që të rifilloj, do të ketë një përfundim. Pra nuk do të shkohet deri në pafundësi me bisedime të cilat nuk do të arrijnë të bijnë një rezultat përfundimtar. Në këtë rast e them hapur që sado që tentoj ta luaj lojën pak a shumë në këtë formën e presionit publik me paraqitjet ushtarake,
Jemi pjesë e Evropës, nuk jemi pjesë as e Koreas, as e Kinës, as e Rusisë. Këtu ka demokraci, kështu që Serbia nuk mund të bëj asgjë më shumë se sa kaq. Zoti Dili, nga ana tjetër, mendoni se edhe Bashkimi Evropian ka luajtur një lojë të dyfish sa i përket edhe raporteve, dialogut me Serbisë dhe Kosovës, duke përkrahur më shumë Serbinë dhe nga ana tjetër duke lëshuar më shumë Kosovën edhe duke i bërë më shumë presione, ndoshta edhe vendimi i fundit i Bashkimit Evropian për ndërprerjen e dialogut strategjik? Kjo është më së vërtetë që nga herat, ka fillimi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Bashkësia Ndërkombëtare, posaçërisht Bashkimi Evropian, ka pas standarde të dyfishta në raport mes Kosovës dhe Serbisë. Kanë qenë të njanshme në shumicën e rasteve me Serbinë në këtë kontest edhe kanë pru situatën sot ku është, sepse po të dinin ta luanin rolin e tyre ashtu siç duhet dhe mos të ishin të njanshëm dhe me dy standarde, po besoj që marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë moti do të përfundonte. Por ja që duke marrë parasysh që kemi të bëjmë me një bashkësi evropiane e cila nga njëherë tutet edhe hijes së saj, ndodhin edhe këto gjëra që kanë ndodhur deri më tani. E qartë, mirë, zoti Dili, për ta mbyllur sepse kemi arritur në fund. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë flasin për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë dhe nga ana tjetër Serbia ndërton, ashtu si e thamë edhe pak më parë, kapacitete të reja luftarake. Dhe pyetja është se apo mbyllin sy tashmë ndërkombëtarët përballë të gjithë këtij militarizimit të Serbisë në zemër të gjithë Ballkanit? Jo, nuk besoj që ndërkombëtarët mbyllin syt, pra sikur në çdo vend i cili kishte konflikte tentohet që në fund të normalizohen marrëdhëniet. Ne kishim një konflikt dhe vazhdojmë të kemi një konflikt të heshtur me Serbinë i cili vazhdon të zgjasë, nuk besoj që themi një letër e nënshkruar me njohje de facto reciproke mund të normalizojë marrëdhëniet, do të duhen vite që të ndryshim gjeneratash që të normalizohen raportet mes Kosovës dhe Serbisë, por që mund të fillojë nga këto. Pra, Serbia mund të fillojë të kuptojë që politika e saj çoviniste tashmë nuk mund të zëvend në Kosovë, po as në Ballkan. Sa i përket armatimit të tyre, është mosëse normale që një shtet armatoset. Çdo herë po shohim që ka lëvizje në gjeopolitikë dhe në botë, prandaj nuk e shoh asnjëherë që mund të ketë diçka në raport të drejtë për drejtë me Republikën e Kosovës. E qartë, mirë, zoti Dili, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet, ishte kënaqësi. Kënaqësia është ime, faleminderit shumë. Mirë, të nderuar televizionistë, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, do të bëjmë një pushim të shkurtër, më pas rikthehemi në pjesën e dytë.